ka pakin e vetë që thojmë. Po pauzojmë pak me qëto, po du me të pytë për mundal pak në këto aktivitetet e fundit ku pa shumë aktive, si në media, si në për programe, në Shqipëri po ashtu i shumë e kërkume, një moment shumë viral u bo ditët e fundit, një konkurentës atje, tu keq kuptu në fakt, unë besoj që ke shumë e keq kuptume, e nëzirë nga kontekstja e. Po, e vërtet është, sa unë thjesht fjosa në Shizon Top me një gotë që ishte aty, edhe i thash se në bazë videoklipit unë qa për shoh dhe po flas. Edhe ata e morën që shumë personale, edhe mendun që unë po flas për personalitetin e saj, po unë nuk bisedova për personalitet, thjesht unë bisedova edhe i thash si këshill për profesional, pikrisht, edhe i thash që mu në karakter në videoklip nuk më pëlqeve, nuk i thash për jetën e jashtme, sone nuk e nja, ishte një gotë shumë e bukur. Po në pasqyrën që e ka dhënë aty pamjen. Ajo ishte një gotë shumë e qetë, edhe unë kur e posh aty më do pak të qyshe çuditshme. Unë kisha pas qaf ajo për shembull më konë qashtu që shka qenë aty, çdo herë për ditës sport, deri në gjysmë finale, e qetë, e mirë, e buzëqeshur, tu kanë që i kam mbështet edhe të tjerat, edhe kur e posh aty në videoklip, u shokova, tash, është ajo, as është. Edhe kjo mu keq kuptu tepër shumë, që unë e din që unë nuk jam ashtë një qika ashtu që i paragjykoj njerëzit ose i shoj, unë jam tepër, përkundrazi jam tepër mbështetëse, edhe i mbështes shumë qikat. Unë ti kom ndjek vlerësimet e tua, edhe besoj që ai sezon atje nuk ka pas vlerësim ma kritik se sa vlerësimet e tua, realisht. Edhe të komplimentoj për këtë pjesë. Ke qenë shumë racionale, edhe ke pas mendimin tënd unik, dhe kjo ka rëndësi që edhe për konkurentët po besoj është e denjë me u ballafaqu për një verzion më të mirë të vetës. Edhe unë kam pas edhe bili sot kam pas, nga shoku jam i ngushtë, më ka thonë kritikat, që unë ato kritika i marë si këshilla. A din edhe nuk i marë kështu tepër